disa arsye se përse prindrit sot shqetësohen për të folurën e fëmijëve. Koha që kalojnë përpara ekraneve që kanë gjithkohës në duar, kukullat që ndjekin me orë të tëra. Fakti që përsërisnin gjithçka që ndeshin në të përditshmen e tyre, por gjithashtu edhe një arsye tjetër që shumë e rëndësishme, fillojnë të flasin një gjuhë tjetër, kryesisht anglisht, përpara se të flasin shqip. Sot do bëjmë një bisedë më së praktike me një profesioniste të fushës, jemi me Eva Shabani, logopede, është kënaqësi Eva. Eva, mirëmëngjes, shumë kënaqësi. Sërgjeta, shumë faleminderit. Ke zgjedhur të bësh bisedë më praktike që ne kemi realizuar deri më tani, se si ne të zgjojmë apo të ngacmojmë të folurën, artikulimin, por dhe reagimin që është më rëndësishme tek të vegjëlit në shtëpinë tonë. Cilat janë, e nisim nga këtu, cilat janë disa nga arsyet që fëmijët fillojnë dhe artikulojnë me vonesë? Në fakt që është një tematik shumë praktike dhe që duhet bërtitur me zë shumë të lartë për pjesën e prindërve. Pra, se sa logopedi, profesionisti, terapisti duhet të jetë në bashkëpunues me prindi dhe prindi duhet jetë bashkëpunues me logopedi. Duhet jetë terapisti logopedi ai që gjatë gjithë kohës pas çdo seance duhet të këshilloj prindin se çfarë prindi mund të ndjek disa udhëzime të thjeshta praktike në ambientet e shtëpisë. Çfarë prindi mund të bëjë me objekte apo me materiale lehtësisht të gjendura nëpër markete, nëpër kancelari që mund të jenë dhe jo shumë të kushtueshme për prindin dhe që mund t'ja bëj fëmijës në ambientet e shtëpisë. Pra na duhen disa nga lodrat që mund të kenë në prakticitet, ku prindrit mund të kujdesin që dal nga dalë të ushtrohen me të vegjëlit e tyre. Kemi disa speca. Eva, e nisim nga këtu. E bëjmë kështu. Ne jemi dy fëmijë të vegjël që shpenzojnë shumë kohë në rrjetet sociale, nuk artikulojnë dhe ti je prindi ynë. Dhe do mundohesh ta demonstrosh disa forma se si që ta bëjmë totalisht ilustrative, kjo është ideja. Se ne nga e folra paguhemi për të jetojmë, me këtë jetojmë. Dhe disa teknika që prindërit e rinj t'i përdorin në raport me fëmijët e tyre, që t'i ndihmojnë pikërisht për këtë që ne po flasim sot, nga ja nisim. Qartazi, atëherë, duke qenë se ju jeni fokusuar në për telefon, iPad, keni për hyrja direkt në temën, ë? Shumë mirë, në gjendje. Pra jeni fëmijë që jeni. Ajo që duhet bërë, pikë së pari, është pjesa e rritjes së kontaktit me sy. Pra, unë dua vëmendjen tuaj. Dhe që të kem vëmendjen e fëmijëve, unë do filloj dhe do marr diçka që të tërheq vëmendjen tuaj. Dhe për shembull, flucka. Fluckat janë një mënyrë për të tërhequr vëmendjen e të vegjëlve. Po. Opa. Dhe çfarë do bëj? Në momentin e parë që unë do fryj, ndërkohë që të tërheq vëmendjen tuaj. Sa shumë flucka! Dhe unë futem direkt në lojë, pra fëmia do vetëm lojë. Në mënyrë që të rritet pjesa e përqendrimit, pjesa e vëmendjes, pjesa e kontaktit me sy, pra unë të marr vëmendjen e fëmijës. Dhe çfarë bëj? Menjëherë fryj. Dhe fëmija këtu direkt reagon dhe çfarë bën, tregon interesin që të vi dhe të shpoj fluckat. Duke shpuar fluckën, unë arrita pjesën e objektivit tim, pra unë mora vëmendjen tuaj. Unë mora pjesën e shpimit, pra tregimi me gisht. Fëmija arrin të tregoj me gisht ose për pjesën që erdhi direkt për të shpuar tullumbacin. Dhe në këtë rast unë eliminoj duke mos përdorur pjesën e iPadit apo telefonit që fëmija është duke mbajtur. Pra unë arrita objektivin tim. Kjo është më kryesorja. E gjete vëmendjen e tyre, e fitove dhe tani mund të vijosh me një tjetër. Me një tjetër lojë interesante që mund të jetë edhe me gotat. Pa urdhëro. Faleminderit. Pra unë mora pjesën e gotave. Për tavolinën të duhet më pranë? Jo, s'ka problem, nuk ka problem. Sepse shumë lehtësisht e gjendur në çdo ambient të çdo familje dhe prindërit e kanë shumë më të lehtë më fal. Mbase jo me gota plastike të tilla, por me gota plastike normale. Dhe çfarë bëjmë? Nëse kemi vëmendjen e fëmijës, do marrim një kartë, por që janë me numra. Po marrë këtë, me që është edhe në doli rastësisht. Po, është kjo kartë. Unë do bëj kështu. E janë një më ndihmoni. Dhe pjesën e shëmbullit të parë, unë do t'ja bëj vetë fëmijës. Për të treguar se çfarë do bëj. Dhe do të marrë gotën, mbase në fillim nuk do t'i vendos sipas ngjyrave, sepse unë gjatë nuk e kam pjesën e vëmendjes apo të përqendrimit të lartë të fëmijës, por thjesht do bëj pjesën e veprimit dhe do t'i vendos në tavolinë. Me 3 gota
dy gotat lartë dhe çdo veprim, çdo ushtrim, mos të harrojmë që duhet përsëritur, i duhet shpjeguar fëmijës. Pra, mos ta lëmë fëmijën në heshtje. Çfarë dua të them është që unë po e bëj veprimin. Por do ta shoqërosh me një shpjegim. Bravo, kjo është e gjitha. Çdo veprim fëmijës jo heshtje. Sepse nëse unë e lë fëmijën në heshtje, fëmija mund të mendojë diçka që ai patjetër, ose mund të kujtohet kukulla në telefon apo në iPad. Mendja ti pra mund të jetë gjetk, mund të jetë diku tjetër, edhe pse sytë mund të jenë tek ti, apo tek loja. Bravo, është fikse edhe me shprehjen që shohim me mendje, jo me sy. E drejt. Kjo është, dhe çdo veprim i shpjegohet. Unë nuk do synoj të shpjegoj ngjyrat, sepse dua që si të rris vëmendjen e fëmijës, por do t'tregoj vetëm pjesën e veprimit dhe do jem duke vendosur. Dhe pas çdo vendosje të çdo ushtrimi, në fund do them pjesën që mbaruam dhe e gjitha është në formë loje. Pra, ne mbaruam, ju pëlqeu, pra unë shkoj në moshën e fëmijës që unë kam përballë. Pra, ke entuziazëm në zë. Kjo është ajo që ne shquajmë. Po, është e vërtet. Edhe i mbërthem fëmijën. Është e vërtet dhe pjesa e zërit faktikisht duhet përdorur aty ku është po, dhe aty ku është jo. Pra, zëri i vendosur, duhet jetë gjatë gjithë kohës i vendosur, sidomos për ne terapistët, logopedët, pra zëri duhet të jetë, nëse diçka nuk duhet bërë, duhet t'ja shpjegojmë fëmijës dhe duhet të them, jo, kjo nuk duhet bërë kështu, por duhet ta bëjmë në këtë formë. Në momentin që themi jo, duhet t'i shpjegojmë arsyeën se përse është kjo jo. E ilustrojmë, si themi po dhe si themi jo të prerë fëmijës të vogël. Po, pa tjetër. Pra, unë të kërkoj dua akullore sot, do janë fëmija 4 vjeç. Dua akullore sot. Përgjigja duhet jetë jo, sepse nuk është shumë e shëndetshme, po një jo e prerë, pa mundësi për të negociuar, si është? Ti do akullore sot, por unë mendoj që sot nuk është e përshtatshme. Mendoj që nesër do shkojmë dhe do marrim akullore tek akulloria me lop. Po jo e dua sot? Nuk është e përshtatshme sot. Jo. Sot nuk do ham akullore. Sot do shkojmë të këndi me lojra. Të pëlqen? Po! Sa shumë interesante. Shumë interesante. Një farë mënyrë është një korrupsion i vogël që ndodhe aty me fjalë. Po janë asil të atë po shumë aprovuese, si e themi, për dua të bëj një xhiro me bicikletë sot. Wow! Po! Mund të dalim të bëjmë xhiro të dy bashkë. Shumë interesant, fantastike. Kishin kaq entuziazëm atë pra, vjen bashkë me emocion dhe entuziazëm. Patjetër. Joja është e prerë. Patjetër. Kjo është dhe faktikisht në klinikën time, klinika logopedike Eva Shabani, që është në Elbasan, ajo që unë kam pikë synim kryesor është pjesa e pas çdo seance terapie me prindin, unë i këshilloj prindërit se çfarë duhet të bëjnë në ambientet e shtëpisë. Dhe që të nxis edhe prindin, që të arrit të bëj pjesën e objektivit, që mos mendoj që nuk mundem, se ka shumë prindër që thonë nuk mundem, nuk mund ta bëj si ti. Ajo që ne udhëzojmë, patjetër nuk duam që prindi ta bëj siç ne terapistët logopedët e bëjmë, por të nxitet, të mundohet dhe ta bëj, sidomos për të krijuar fëmijës një rutinë të tillë. Dhe që të nxitet më shumti, ne në klinikën tonë krijojmë video. Pra duam që prindit na nis video gjatë orës që është duke kaluar me fëmijën e tij. Kam një pyetje nisur nga një shqetësim shumë i shpeshtë i dëgjuar nga prindrit. Duhet vërtet të shqetësohen kur fëmijët e tyre flasin vetëm anglisht, edhe pse jetojnë në Shqipëri? Atëherë, shiko, në këtë pjesë kemi të bëjmë me pjesën e gjuhës së kuptuar dhe gjuhës së folur. Duhet të shikojmë se sa e zhvilluar është gjuha e të kuptuarit edhe pse mund të jetë fjalori në gjuhën angleze. Pra, nëse fëmija e merr një komandë, një hapshë në gjuhën shqipe dhe ta kthen përgjigjen në gjuhën angleze, pra gjatë pjesën e gjuhës së kuptuar e ka të zhvilluar. Por është dember, le të themi, sepse është varet edhe në pjesën se ku e ka mësuar gjuhën angleze nëpërmjet rrjeteve sociale, lojra që luan. Apo sepse mund të ketë dhe familjar që me prindër që mund të flasin gjuhën angleze, një prind dhe gjuhën shqipe prindi tjetër. Pra është kontekst që duhet hyrë në thellësi për të parë se si. Por ajo që unë sugjeroj dhe që dua është që patjetër që prindi në shtëpi duhet të ketë shumë komunikim në gjuhën shqipe,
gjua e mëmës, por edhe nëse është vetëm në gjuhën angleze, gjua angleze të jetë në pjesën e dytë. Të jetë në pjesën e dytë, e drejtë. Eva, Kemi një tullumbac. tullumbac. Pjesën e tullumbacit, faktikisht pjesën e ushtrimit ti sapo e bëre, sepse ti e fryve tullumbacit. Si ai ishte ushtrimit? Po, ai është ushtrim logopedik, që do të thotë muskujt e buzëve, ti vendoset, domethënë e mori tullumbacin dhe e vendosën midis buzëve. Gja, pjesa e vendosjes së buzëve, Jep në tullumbac? Po jo, sa dush ti. vendosja Kemi për e gjithë. Kemi edhe një tjetër, ja ky. Nuk kam marrë? Jo, nuk kam marrë. ndjes. Po deshe, mirë. Okej. Pra vendosja e tullumbacit dhe pjesa e ushtrimit të forcës tek buzët është pjesa e muskulaturës. Pra muskulatura e buzëve është duke u formuar dhe ti po ushtron, po nxjerr frymëmarrje, po nxjerr frym. Ky është një ushtrim orobukofacial, quhet me term mjekësor, që do thotë riaktivizohen të gjithë muskujt e nofullës së sipërme dhe nofullës së poshtme. Dhe Po ta mbajmë kaq të tullumacin tim. patjetër. Pra, ky është ushtrimi Do bëja orobukofacial. shaka në lidhje me zhvillimin tim. Mirë, kemi dy... Tani, ne po t'i përdorim këto. Patjetër, unë ato do ua lë këtu, nuk dhe... Po kjo? Ky është një ushtrim, është ushtrimi i frymëmarrjes. Ne në shkollë rreshtoheshim për një kur... Pikërisht. Ne në kohën tonë kemi pas bërë pa e ditur funksionin ose thjesht e merrnim Për lojë. Për lojë. Por në fakt... Dhe faktikisht ajo është e gjitha çfarë duhet bërë me fëmijën. Pra, e gjitha lojë për të arritur objektivin e logopedit. Unë për veten time për të arritur objektivin tim. Pra, e marr Bilbilim, po, dhe është pjesa e vendosjes tek buza e poshtme dhe lehtësisht buza e sipërme lart. Dhe është pjesa e marrjes frymë me hund dhe e nxjerrim me gojë. Dhe në atë moment U knaqa, më falë. Se kemi lënë pa bilbilës veten. Por nuk e kuptoj, do të sa shumë e pasapshiuar fëmirin. është vërtet. Japë edhe një lojë tjetër, na të japë edhe një lodër tjetër. Ajo lojë është për rritje përqendrimi. Okej. Për Po pjesë këtu muajmë të vëmendje. gjithë, fëmijët e rritur. Patjetër, por edhe për pjesë motorike fine, sepse gjëja e parë që një fëmijë shkon për ta kapur atë gjën. Regjizori po më mëson, babai 2 fëmijëve se si ta realizoj, se si të luaj. Pra një fëmijë do shkonte dhe do ta kapte me pëllëmb. Ja, një moment ta mësoj, më lër kohë. A janë fëmija problem? Nuk je gati, Alma. Për çfarë? Nuk je gati. Të rritem apo? Pra të tjetë. Me fëmijë vështirësi, jo problematik. Po, më se drejt. Urdhëro, i zhvilluar i nënës. Ka që pjesë pas ka që. Në kohën tonë kemi pasur nga ato. Unë vërtet jam Me këtë jam 25. rritur. Unë me këto jam rritur. Okej. Edhe Jo, brezin tonë nuk e ka plastike, kapur. me gurën, dhe tash, gjuan im zogj. Çfarë kemi këtu? Ajo është një lojë shumë Ne u funksionale. argëtuam ne, imagjino fëmijët. Ka shumë veprime bërënda, ka pjesën e përqendrimit, ka pjesë kontakt, domethënë pjesa e kontaktit sy-dorë, koordinimi sy-dorë, pjesa e matching, ngjyrat Pra e ne soj. vendosim këtu të gjithë to topa. Po, duke u bazuar ngjyrës. Po, sipas ngjyrës. Pra duke bërë pjesën e matching ose edhe është edhe pjesa e motorikës fine. Pra kapja pincetës me gishta pincet, sepse fëmijët e kapin zakonisht me pëllëm. Po, me pëllëm. Objektin e kapin me pëllëm dhe jo në kapje pincet. Po, vetëm me gishta. Muzat e gishtave. E drejt. Çfarë nga mbetur tjetër pas zbuluar? E dinim që do ndodhte nga momenti në moment. U trëmbe? Pas ke qëro, Eva, ti duhet dishe her njam. Ja, këta lojë që fëmijët mund të bëjnë me njëri tjetrin. Kur i plasni ju tullumbacët e lojë? Në fund të Në fund, e po mbarua më duket. Edhe fundit, to pjatat, o sa u klaqa, Si e Eva. dallon ti kur mbaron durimi i tyre?
i fëmijës. Si me fëmijët është, po. Sepse nuk regon më interes për lojrat. Ja, pra. I plasit Tullumbacët pa përfunduar lojrat. Ndërsa kjo është një libër i përsosur për parashkollorët, edhe këtu besoj kemi t'i okej, është emërtimi i... Po, emërtime të kafshëve, ka emërtime të sendeve objekteve shtëpiake, objekte në kopësh. Pra, për të bërë perceptimin jo arbitrar, praktikisht. Jo, kjo është ministri, sepse kështu na kanë thënë. Jo, absolutisht. Por që e lidhi me figurën, do me thënë. Dakor, buka, kasa, kuleta. E gjitha duke u bërë në formë loje. Eva, në takimin e radhës, pat Tullumbac, ne do mundohemi të dëgjojmë dhe mësojmë nga ty se si duhet u flasim fëmijëve. Se mendoj që është një pjesë shumë e rëndësishme të cilën ti e zbulove nga vetja sot. Edhe toni zërit, impostimi yt ishte fantastik. Dhe urojmë shumë që të kemi takim të radhës, se si të flasin të vegjëlve, në mënyrë që të ndalojnë në hapësirat publike që të blejnë gjërat e caktuara. Tani, e di që kjo gjë nuk duhet thënë në televizion, jemi shumë koshient të rritur, vaksinuar, por përveç meje dhe Almës, nuk mund të thot askush tjetër, kjo mund tjetë një nga bisedat më të bukura që ne kemi bërë në studio tona televizive. Dhe e themi sepse e mendojmë dhe e besojmë shumë. Gjithmonë e mirë pritur dhe faleminderit shumë. Faleminderit. Me këtë dashuri, ne do ikim tek tema e fundit për sot. Qëndroni me ne.